do të kalojmë në Maqedoninë e Veriut. Ne kemi parë që ka patur zgjedhje të cilat fillimisht mbajtën në raundin e parë dhe të dielën patëm edhe raundin e dytë, duke finalizuar kështu partinë në pushtet VMRO DPMN, e cila ka shënuar një fitore të qartë, le të themi, në këto zgjedhje lokale. Ndër të tjera, ajo që ra në sy më së shumti ishte edhe një dobësim i vendit që do të kishte Ali Ahmeti me marrjen e, le të themi, të gjitha atyre pa komunave që u arrit me AKI-n, por edhe e BDI-s. Të gjitha këto zhvillime cilat vinë nga politika në Maqedoninë e Veriut, ne do të kemi mundësinë të diskutojmë me gazetarin nga Tetova, Ermir Hamzi, i cili do të na bashkohet live në mëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Ermir. Mirëmëngjesi për të gjithë në Tiranë. Unë doja që të na bëni një pasqyrim të mënyrën se si janë lexuar këto zgjedhje. Tashmë që është përmbyllur edhe raundi i dytë, gjërat janë më të qarta. Partia në pushtet VMRO DPMN me marrjen e pjesës më të madhe të komunave, pra konkretisht 54, le të themi që ka vullosur atë dashurinë që qytetarët kanë për të, duke i dobësuar pozitat e të tjerëve. Por si po shihet i gjithë ky proces i zgjedhjeve? Po, ashtu si shtatë edhe ju ditë më parë sa po ka përfunduar edhe rrethi i dytë zgjedhor në Maqedoninë, zgjedhjeve lokale, balotazh, ku mbi 30 komuna apo bashki, siç i thoni atje në Tiranë, 33 komuna kanë qenë në balotazh, ku fitues absolut lirisht mund ta quajmë VMRO DPMN, partinë maqedonase apo partinë e cila është po ashtu edhe në pushtet qendror. Në qoftë se do duhet që ta lexojmë rezultatin fituesit dhe humbësit, mendoj se Blen, po flas për koalicionin Blen, i cili është koalicion shqiptar, po ashtu është pjesë e partnerit qeveritar, lexoj rezultatin si legjitimim politik dhe rritje të ndikimit me 8-9 komuna, po e them me 8-9 komuna për shkak se Vlen po mundohet ta përvecoj një komunë e cila është Struga. 8 komuna i ka tamam të sajat, mirë po Struga është kandidoi me një kandidat të pavarur, që është Mendyqira, i cili fitoi. Mendoj se me 8-9 komuna të fituara mund të them që Vlen pretendon të jetë dhe janë faktori kryesor shqiptar në Maqedoninë e Veriut sa i përket kësaj gare zgjedhore. Retorika e tyre dhe perceptimi lirisht mund të themi se është i thjeshtë, ndodhi rotacioni i pushtetit, votuesit kërkuan ndryshim, ndërsa nga ana tjetër koalicioni AKI dhe konkretisht i udhëhequr nga BDI si forca udhëheqëse e këtij koalicioni e lexoi rezultatin si një sinjal alarmi. Pranuan publikisht humbjen dhe takimi kryesisë qendrore që ndodhi dje, i ndjekur, domethënë, nga vendimi për të mbajtur një kongres deri më 20 dhjetor, tregon se po hyn në një fazë riorganizimi të partisë. Mesazhi i tyre politik është se rezultati është i dobët, por jo edhe fundi i partisë. Ata po përpiqen tani ta ruajnë edhe stabilitetin e tyre të narrativës, të strukturës dhe të rikthimit në garat tjera. Po në çfarë mund të ketë kjo një, le të themi, ndryshim të leadershipit, si do të ristrukturohet edhe do të arrihet, le të themi, që të ketë një rifuqizim të saj? Çfarë po flitet? Në BDI për tani nuk ka dorëheqje, ndërsa Ahmeti në fjalimin e tij gjatë konferencës për Shqip gjatë konferencës për Shqip në ditën e zgjedhjeve dërgoi mesazhe se rezultatet nënkuptojnë një thirrje për forcimin e partisë, për të ofruar me qytetarët dhe për të ripërtrirë radhët e partisë. Pas humbjes së thellë në zgjedhjet lokale, konsideroj se koalicioni AKI udhëhequr nga BDI pasi mblodhi domethënë kryesinë qendrore, mendoj se ata e kanë kuptuar seriozisht mesazhin, ose të paktën kështu dua ta besoj. Konsideroj se procesi i reformimit të BDI-s nuk duhet ta nashkalloj askënd brenda partisë, madje as kryetarin e partisë. Edhe pse te ne besoj që por edhe atje te ju në përgjithësi në Ballkan, partitë politike dhe elektoratet e tyre kanë të vështirë, domethënë, këtë gjë ta pranojnë që lideri nuk duhet të ndryshohet, te ne liderët mitizohen dhe nuk shihen si menaxher që dështon dhe duhet një farë mënyre si një blut fresh. Duhet besoj se BDI e ka kuptuar seriozisht këtë gjë, por duhet të them që
kërgje ka kuptore edhe zotri jo vetëm Ali Ahmeti, por edhe zotri Zjadin Sela dhe Arben Taravari, të cilët populli tregoi se nuk u pëlqen kjo gjimnastik politike, sidomos e Arben Taravari. E mirë, nga një pasurim që kam parë në fakt, paktën nga mediat në Maqedoninë e Veriut, më ka rënë sy që nuk ishte surprizuese. Ajo që ishte ndoshta deri diku surprizuese ishte vetëm fakti që u morën shumë komuna nga partia në pushtet, por jo dështimi që pati, le të themi, Bashkia Demokratike për Integrim. Pse mendon se u arrit në këtë pikë dhe le të themi pati një lloj skepticizmi të qytetarëve për të votuar për BDI-n për Ali Ahmetin? Shiko, nëse bëhet pyetja që a pritet një rezultat i tillë, domethënë nga kjo, unë konsideroj, nëse më pyesni personalisht, nuk ndodhi aksidentalisht, nuk është që nuk pritej. Nëse e shem me syrjen e një analizës politike, një rezultat i tillë ishte i pritshëm edhe një perceptim tek populli veç se më kultivoi, dhe do të thënë që ishte ai erosi i pushtetit të gjatë kohë BDI ishte në pushtet lokal dhe qendror, domethënë mbi 20 vite, 2 dekada ishte në pushtete të ndryshme. Çdo parti që ju e keni parasysh se çdo parti që qëndron gjatë konsumon votuesi, sidomos në komunat ku rezultatet nuk janë ndjerë realisht, domethënë, në jetën e qytetarëve. A ishte vlen realisht më mirë se AKI, apo e bëri që të kishte më shumë fuqi, le të themi, për shkak të koalicionit që bëri me partinë në pushtet me VMRO DPMNE-n? Shiko, nëse duhet të themi që a ishte partneri i koalicionit në këtë rast VMRO që i dha një sinergji dhe një inersion politik vlenit, absolutisht nuk mund të mohohet kjo gjë, mirë po vlen hyrjen e zgjedhje me një energji të them kështu të re, koalicion të gjerë të narrativës së ndryshimit. Ata u mobilizuan, domethënë mobilizuan votues të zhgënjur, sidomos të rinj dhe votuesit, kisha thënë, votuesit e heshtur. Kjo e bëri të lehtë po ashtu edhe kalimin në shumë balotazhe dhe në fitoren e raundin e parë në disa komuna. Rezultatet e rrethit të parë zgjedhor e paralajmëruan në një farë mënyrë humbjen e koalicionit AKI. Në momentin që vlen siguroi më shumë komuna që në rrethin e parë do fut ballë për ballë me koalicionin shqiptar AKI, në shumë balotazhe ishte qartë se ku po shkonte situata. Do të thonë politik kur humbet në rrethin e parë territori e ke të vështirë pastaj ta kthesh këtë inersion. Qartë, megjithatë, prandaj do të përgjigja nuk mund të themi që BDI nuk humbi brenda natës. BDI humbi vite me radhë pak nga pak dhe në këto zgjedhje se më e formalizoi. E qartë, megjithatë Ermir, pavarësisht se kush e bëri koalicionin më të zgjuar, të fitosh vetëm 4 komuna, për AKI-n kam përshtypjen që është një situatë emergjente dhe duhet të fillojnë të reflektojnë, të marrin përgjegjësitë përsipër dhe ndoshta për të ndryshuar edhe le themi vetë liderin e tyre. Besojmë që epoka e artë e zotit Ahmeti ka përfunduar. Si është komentuar aty kjo situatë? Unë përmenda në fillim që edhe pse në koalicionin AKI nuk tha se do të ketë dorëheqje nga funksionarët partijak, por konsideroj se kjo është një sinjal alarmi dhe është e domosdoshme për reflektimin dhe ringritjen e vetë partisë, për shkak të jo vetëm rezultatit të dobët të këtyre zgjedhjeve, por edhe të një ciklit të rezultateve të dobta këto viteve të fundit të vetë BDI-s. Mirë, e fundit e mirë për ta përmbyllur këtë bisedë së bashku, ajo që ranë syt, paktën dhe nga pasqyrimi që kemi bërë vazhdimisht edhe ne në program, ishte kjo përçarja që patën partitë shqiptare për të qenë bashk, apo jo? Ishte u ndjek kjo gjë aty? Shiko, përçarja e forcave shqiptare vazhdoi, kuptohet që vazhdoi edhe në këto, i ndoqi edhe përçarja i ndoqi edhe në këtë cikël zgjedhor. Arsyeja nuk është se shqiptarët po bashkohen dot, por sepse nuk duan të bashkohen. Politika shqiptare në Maqedoni nuk është thjesht më një lojë bipolare, antipod BDI dhe opozit e bashkuar. Është një luftë për dominim, jo bashkim, sepse pushteti lokal e keni parasysh është para, është ndikim, administrat, punësime, tender dhe çdo parti kërkon territorin e vet, sepse aty ndërtohet kapitali politik i partisë politike dhe vlen me çdo kusht kërkonte, nuk donte të bashkojë, por kërkonte me çdo kusht të shemb modelin e vjetër të BDI-s. Nuk është këtu që nga ana tjetër e shohim që BDI nuk ka pranuar të jetë parti e zakonshme. Çdo herë ka qenë
parti që ka dashur të jetë në lëvizje progresive që përfaqëson me farë mënyre ka dashur të përfaqësojë legitimitetin historik të shqiptarëve. Çdo bashkim do të thotë me po nga ana tjetër vlen bashkimin me BDI-n, çdo bashkim do të thotë se të ulesh në njëjtën linjë me të tjerët që nuk pranon të luash ose të bësh politik me kundërshtarin ose atë që nuk e pranon. Pavarësisht interesave, në këtë rast, interesat janë më të forta se sa vetë patriotizmi. E mirë, të falenderojmë shumë që na u bashkove në këtë komunikim të drejt për drejt, mbetet për të parë tashmë nëse do të ketë koalicione, po aq të forta sa për të tronditur le themi faktorin politik shqiptar aty. Ishte kënaqësi të të kishim në këtë komunikim të drejt për drejt. Faleminderit edhe ju. Mirë, ne kemi ardhur në fund të programit, ju falenderojmë edhe juve që qëndruat me ne. Nëse nuk keni se ç'bëni apo të keni ndonjë punë të rëndësishme, piqni ca gështenja, bëni një çaj me mjaltë dhe në orën 10:05 është mes dritë apo jo? Po, mes dritë, kështu që qëndroni në ekranin e Vision Plus.